Vepra të mëdha infrastrukturore, si që janë portet, aeroportet e tjerë, bazohen në studime serioze, çka do thotë që asnjëherë nuk është keq të kesh nga këto. Puna është kush investon edhe në çmas kjo kontribon në fuqizimin e ekonomisë së vendit. Porti i Durrësit, vjetër apo i ri qoftë, shërben si pika hyrëse lidhëse e korridorit 8, i cili perceptohet si një hub, si një bashkësi energjetike, telekomunikacione e tjerë, dhe njëkohësisht që vlen jo vetëm për vendin tonë, por vlen edhe për vendet e rajonit, pra i dobishëm për Kosovën dhe Maqedoninë. Kjo do thotë që ka nevojë të harmonizohet me linjët hekurudhore që mungojnë apo ka angazhime për t'i riaktivizuar, qoftë në Progradecin, qoftë me Vlorën, qoftë me Shkodrën dhe me Mëtej, dhe njëkohësisht me linjat e tjera, linjat e transportit, e komunikacionit, dhe në këtë këndvështrim investimi në portin e Durrësit është justifikuar. E keqja është i pasmeje, ashtu si del dhe nga një letër e kreut të dhomës amerikane të tregtisë, që në studimin e kryer është folë për fazën radhë parë dhe asnjëherë një port nuk mund të kushtojnë aq sa është thonë, ajo është thjesht një fazë e parë për një korridor që donin të ndërtonin diku në tokë, sepse zona është teknikisht shumë e vështirë për të mos thënë e papërshtatshme, dhe mund të shkojë vlera përgjithshme të 1.5-2 miliardë euro. Ato prallat që do të siguron të fitime porti ekzistues për të investuar tek porti i ri, që do të futeshin edhe investitor publik edhe privat, që do të investonte NATO e tjerë, tashmë janë harruar dhe janë thjesht domethënë për kronika, por është një borxh i ri që shtohet në ekonominë shqiptare dhe ekonomia shqiptare ndoshta s'ka kyll që për të mbajtur një peshë të tillë, për më tepër që do të kërkoj vite për të ndërtuar, ndoshta edhe 5 vjet edhe 10 vjet. Kështu që ekonomikisht e konsideroj të justifikuar për sa kohë që ka një studim fizibiliteti, ndonë se ka shumë gjëra publike, nuk ka shumë transparencë rreth këtij procesi, por është e dobishme të bëhen hesapet nga fillimi deri në fund dhe të shifet më të vërtet interesi publik më shumë se sa interesi i pasurimit të disa firmave apo rrjeteve politike që qëndrojnë mas tyre brenda vendit apo jashtë tij.